Të dashur mes të televizionit DTV Media, po takohemi edhe sonte bashkë si gjithmonë thuhet. E për fillim lejoni ta bëj falënderimin për sponsorin e emisionit. Një falënderim shumë i madh shkon për Brilliant Dance që ndodhet në qytetin e Ferizajt. Faleminderit për suportin që gjithmonë ka karshi emisionit thuhet dhe për DTV-n. Tani po kthehem tek mysafiri për sonte. Me mua sonte vjen Almir Veliu, i cili vjen nga bota politikës për të ndarë diçka nga jeta e tij publike dhe ajo private. Almir, mirë se erdhe edhe faleminderit që më the po, edhe pse nuk është shumë dalë në media. Faleminderit për ftesën. Besoj që kena me kalu një emision jashtëzakonisht mirë. Faleminderit shumë. Në fakt më shumë kemi pa në politikë se sa në dalje publike nëpër media të ndryshme. Edhe kur keni dalë, keni folë për disa gjëra të cilat lidhen me politikën, po jo me jetën private dhe me ato të cilën na dojmë me ditë shpesh herë. Edhe ata që na shohin në ekran, sigurisht që na shohin pak më ndryshe ndoshta për shkak të një dritave të mëdha të televizionit, por nuk e din sa shumë kemi pas sakrifica, lodhje munde. A fillojmë, flasim mbi një fëmijëri të ëndër dikur. Po. Se mbrapa. Po, faleminderit edhe një herë për ftesën. Për herë të parë unë jam në një studio personalisht për me fol për vetveten teme. Unë vi nga komuna e Prizrenit, quhem Almir Veliu, i kam 34 vjet. Shkollën fillore e kom kryer në fshatin më të bukur që ekziston për mua, është fshati Moshnikov, afër Prevallës. Jeta ime u kon shumë ka kalu një periud me vështërsi. Babi dhe nona kanë sakrifikuar shumë për neve. Jemi 3 vllazni, jemi me moshën diku për afërsisht njëjtë, por perioda më e vështirë për neve u kon kur ka punu vetëm babi. Do me thënë, une si fëmijë i vogël ja kom nis me punu në 7 vite. Në shkollën, jo në 7 vite, po në klasën e 7. Do me thënë, klasa e 7 i ka diku rreth 12-13 vjetë. Pse e kom bo këto? E kom bo sepse e kena pas një jetë të vështirë, nuk ka mujt babi vetë me ja dal, edhe normal që ja kom nis me punu. Puna ime e parë që e kom punu u kon me ndërtimtari. është realitet, ka që i vogël, në klasën e 7, kom qitë kubza me disa mjeshtër që janë konë që aty në fshat Moshnikov. Prej të konon deri të premte kom shku në shkollë, 2 ditë shtunën edhe djëllën, kom punu për me fitu 20-26 euro, se atëherë u konë jashtëzakonisht pagesa shumë e ullë. 13 euro u konë dita, 10 orë me punu për 13 euro. Që ke përjetu këto si fëmijë i vogël, a të kam su besoj që kjo, që ti ke marë? Po, kjo... Edhe po i vogël nuk është që ke ditë shumë për këtë pjesë. Kjo më ka dhënë vullnet më shumë me u shkollu. Më shumë me u shkollu edhe me ardhë ku jam sot. Edhe kjo më ka dhënë një përshtypje që gjithmonë duhet njeri me punu. Gjithmonë me punu për me dal, për me mbrit diçka në jetë. Edhe falenderoj babin tem, edhe nënën tem, që gjithmonë kanë sakrifiku për mu, gjithmonë kam mësu t'jem djali kulturum, i respektum, edhe gjithmonë kam mësu që mos me ja bë dëm tjetër kujt, po vetëm sa mundem ja bë të mirën. Dhe me thëmë për tu që mbështetja më e madhe ka qenë baba në këtë rast. Ma ke thonë edhe shumë herë, shumë shpesh këtë pjesë. Shumë e vërtet, baba është numër 1, prindërit për mu janë numër 1 në këtë botë. Prindërit derisa i kemi gjallë duhet i respektojmë. Kur vdesin, atjerë është vonë. Për që ato, edhe Zoti ka thënë që duhemi prindërit mi respektu maksimum. Kur nuk mundemi mja dalë hak prindërve, po derisa janë gjallë, duhemi t'i respektojmë. Më bo një përshtypje edhe ma the, du me tonë dhe në privat, që ato të holla nuk është i kishë shpenzu për vete. Jo, nuk i kam shpenzu për vete, do me thënë vlavi i malë u konë në shkollën e mesme. Gjithmonë me që ato të hollat, ja kena pagu autobusin për me shku në shkollë, edhe ja kena pagu për me mujt me hangër ka një hamburger, sepse janë konë kushtet shtira në familjen tonë, babi me 300-400 euro rok, na familja 8 antarshe, s'kemi mujt me adal. Po dha Zotit, elhamdulillah, sot jemi në gjendje pak më të mirë, edhe besoj edhe i bëj thirrje gjithve të luftojnë për vetën, të luftojnë për familjen, të luftojnë për të jenë sa më të lumtur edhe sa më shumë buzëqeshje ndaj njëri tjetrit. Kjo na met në këtë botë,
Kjo na met për me marë për në botën tjetër. Po shkollimet, a fillojmë me folë mbi shkollimin tënd? Shkollën fillore... Ky rrugtim yje besoj që ka çka më thonë edhe më tregu gjithë. Po, shkollën fillore e kam kry deri klasën e 9 në fshatin Moshnikov. Shkollën e mesme e kam kry në Prizren, Luciano Motroni, jam infermier teknik. Masane vazhdova studimet në Prishtinë, fakultetin filozofik, shkencat politike kom kry, 2010-2014, prej 2014 deri në 2017 e kom kry masterin studimet e sigurisë, edhe besoj në emër të Zotit nëse ma jep vullnet dëshirë ta kry edhe doktoraturën. Shumë mirë, pa dalja dhe këto të detajet më të rëndësishme të studimet, po du më këthy prap të shkolla fillore. Si ke qenë si fëmi në këto? Po, jam konë une... I gjallë? Po, shumë i gjallë. Shumë jam konë i gjallë dhe edhe jam konë problematik deri në shkollën e mesme. Problematik? Problematik jam konë. Jam konë problematik, gjithmonë arsimtar, profesora, masanej në shkollën mesme, kam pas probleme me mu. E masanej, kur e kuptova, ashtu jam konë dyqish me të kalzu Lazdran në atë pjesë. Edhe kanë thënë, Almir, krejt po nga pëlqenë, por shumë jetu folë, mos folë shumë, duhesh me këqyrë me ecë për para, je i zgjutë. Edhe kur e kuptova, masanej kur t'ja nisa në fakultet, që atëherë e mora seriosisht, se nuk jam konë djali i shkëlqyshëm shkollën fillore dhe shkollën e mesme. Masanej kam su 3 herë më shumë, kur kam të kuptu që duhet me hik prej dërtimtari, sepse dërtimtaria nuk ka pas as fitim atëherë, rogat janë konë tulta, edhe kam thonë, pse mos më konë një djalë zotni, me shku, me punu diku në për institucionet Kosovës, ose në politikë. Politikën e kom pas une nga qef, nga fërmiria e kom pas qef, edhe sot e kësaj dite jam politikë. Po mandej studimet në Prishtinë? Studimet në Prishtinë, kam marrë prej Prizren në Prishtinë, 4 vite kam banu, nuk kam mujtë mu pranu në konvikt, sepse ka pas shumë vende, më pak vende ka pas. Edhe masanej shkova privat, të një shok jem atje ka një banes, ja pagova ka 70 euro mujnë. U konë një kriz u konë, që shmi gjithë të holat, po falë Zotit, pak babi, pak unë e vetë kam punu, ja kam dalë. Më the edhe diçka tjetër që ti, do më thonë, gjithmonë ke pas dëshirë me kam politikan. Me se kuptova. Po, me dëshire kom bo këto, sepse du... Qëka të kanë zhjithë? Qëka qenë aj klikojët që ti me thonë që më përduhem politikan? Politikan më të përparshëm nuk kanë dhënë asnjë kontribut për qytetarët tanë. Jo vetëm për komunitetin bosnjak, jam të folë në përgjithësi. Edhe kur e kam pa që nuk janë të punu qish duhet, kam thënë, Almir, ti duhesh me hin politik edhe me ja kallzu qish duhet, me ngrit zonin, qish duhet me punu për të mirën e qytetarëve të Kosovës. A ke pas nëj lider, model? Po, e kam pas, zonja Emilia Regjepi për herë të parë, kur kam hi Tasha Zëvez kryeministresha, për herë të parë me një parti bosnjake që kam hi në partin e Re Demokratike, që quhet bosnjakisht Nova Demokratska Stranka, në krye me zonja Emilia Regjepi. Jam konë për herë të parë punën teme që kam bon jetë, u konë asistenti i saj në Kuvendin e Republikës e Kosovës. Po, kur erdhe në Prishtina, ke pas gjykime dhe para gjykime për shkak të komunitetit që ju një... Po, kur shkova në fakultet, se na njifemi me njerë në dialekt në të folurit. Edhe shumë kolegët edhe kolege, shumë kolegët edhe kolege kanë mendu që jam jo i Shkupit, jo i Tiranës, jo, apo kupton, po ndërkohë, kur më kanë njoft kush jam, tek jam, nuk ka pas, më kanë mirë pritur shumë mirë, edhe jam i lumtur që kam kolegët shqiptar edhe në përgjithësi krejt komuniteteve tjera të Kosovës. Jo, ti për këtë qështje te ke dëshmu edhe me martes. Po. Gjithë se ti dalim edhe mandej aty. Po, asë dhe njerë s'ka ndohë më para gjyku, se më një randë. Po, ka pas. Në është edhe ke mujtë më një keqë. Ka pas disa raste se ato fshatra ku jetoj unë atje nalt janë shumica e komunitetit bosnjak. Edhe shqiptare kanë pas një ju jeni torbesh. Apo kupton. Edhe ka pas, ama jo shumë. 1% shumë e vogël, po ndërkohë edhe ajo përqindja tash nuk ekziston. E din kush jem, e din sa kontribut kemi dhënë na për këtë shtet, na shtet tjetër nuk kemi, e kemi Republikën e Kosovës,
edhe jam krenar që jam lind këtu dhe do të vdes këtu, deri në momentin e fundit do të punoj për të mirën e qytetarëve. Shumë mirë. Po jeta në Prishtinë besoj të ka ndryshu, ka ndodhur shumë gjëra të bukura. Shumë. Hapi i parë u kon jam da pak nga familja, për mu u kon diçka shumë e vështira, po kupton, se nuk shkojsha, ani që e kam pas afër Prizren, nuk shkojsha ka 30-40 ditë shtëpia. Pse? Sepse u kon dash me mësu. Unë jam qu shumë herët, në ora 7, në banes e bojsha një kafe, shkojsha në bibliotek. Në bibliotek, prej bibliotek në ligjerata. Kur ti krish ligjeratat, u ktheva prapë në bibliotek, se mu për shkak të gjuhës mu kondash me mësu 2 fish më shumë se çdo shqiptar, apo kupton? Edhe në fund ja dola. E sa të ka marrë kohë kjo pjesë? Kjo pjesë Nështë të kanë ndihmu shumë kontakti me shqiptarë? Shumë kanë ndihmu. Në të folurit me kolegët edhe kolege, e kom përmisu edhe gjuhën, edhe viti paru kon pak më i rezikshëm në të folurit, po, masanej viti 2, 3, 4, nuk jam vrejt kush jam, a jam shqiptar, apo jam bosnjak, apo jam në i komunitet tjetër. Edhe i falenderoj publikisht kolegëve që më kanë dhënë shpres, ani, kimu mësu, për mu u kon kjo u kon një përshtypje shumë për me mri ku jam. Po këtë rasa, a i ke mësua dhe ti shokë dhe kolegët edhe njerëzit me folja dhe gjuhën bosnjake, po? Po, shumica prej tynve po, jo në përgjithësi krejt, po këto gjëna elementare për me mujt me u mirë kuptu, po. Edhe du me thonë një gjë tjetër, i kom bo thirrje masanej krejt komunitetin bosnjak tem, që në për shkollat gjithçish duhet me mësu gjuhën shqipe, sepse këtu jemi lindë, dhe këtu dhe të vdesim. Për shembull, i kemi na në Universitetin e Prizrenit disa departamente në gjuhën bosnjake, po nuk i kemi krejt. E një bosnjak, kur vjen në studiu në Prishtinë, a i duhet gjithçish me ditë gjuhën shqipe. Edhe kjo është diçka që unë e kom bo, edhe sot gati të gjitha bosnjakët e din me fol shqip. Edhe mujnë më shkollu, janë Prishtinë, ja ku dojnë, janë Tiranë, janë Shkup. A ka shumë që janë të suksesshëm sot? Po ja, po ka, shumë ka, në gjitha institucionet, nuk e kemi në nashta përqindjen sa duhet mu konë në për institucione, po janë. Për shembull, me ta kazu një rast që është për mu shumë emotiv. Shkova në Ministrinë e Shëndetësisë. Afër derës u konë një bosnjakja me një bebe e vogël Tukajt. Unë e vrejta që është bosnjakje e Prizrenit nuk e di pse po kanë. Edhe u ktheva, thash, nëse nuk i ndihmoj, unë s'ka kush i ndihmon. Edhe veta, pse po kanë çfarë probleme ki. Tha, Almir, nesër e kena operacion për djalin në Turqi, e nuk na japi një dokument, nuk mundemi për shkak gjuhës me u mirë kuptu. Kur hina une në administrat, në Ministrinë e Shëndetësisë, kolegja ime e fakultetit, s'kam ditë deri atë ditë që punon aty. Rastësisht. Edhe i thash, si e, a i e mirë, tha, për pak me shkurtu, thash, pse po kanë kjo gruja Almir, tha, nuk e kanë edhe një flet. I thash, a është me rëndësi, ajo fleta, a është me rëndësi beba që nesër duhet më shku në Turqi më operu. Edhe kur e ka mendu ajo, po tha Almir, unë nashta ligjin jam të shkel. Thash, ti në këtë aspekt, as ti, as ata nuk duheni, unë e marë përsipër, nesër, ti jepja fletën, le të shkojnë ata për Turqi, nesër unë e shkoj e marë të familja e saj fletën, edhe ta bi. Edhe jam i lumtur që zgjidhja u bëna atë moment, edhe ai fëmija sot është shumë bukur. Sa mirë. Kisha dash me fol librin tonë dhe me nanën tonë, se di që është shumë e rëndësishme. Biles regjia më ndihmon me fotografinë, se cilat unë i kam selektu. Tregon këtë libje me nanën. Lidhja me print, me nënën, me babin, nuk mundesh me i shpreh që duhet. Janë emocionet. Babi dhe nëna, kur flasim për këta, une gjithmonë emocion. Shumë është emocion. Janë me mu në gjitha aspektet. Në gjitha aspekte, edhe në të mirën, edhe në të keqen. Më kanë rritë, më kanë shkollu. Tash është momentin atë sa muj mja këthi. Me i thonë babit, boll ki punu, sepse babi jam po shihet që ka punu në ndërtimtari, është pak më i holl, po shihet unë pak jam me peshë më të madhe në politik, edhe me njerë po bëhet dallimi. Po pa këta njerëz, pa nënën, pa babin, nuk isha mujt me dalë. Ti kur të letë gjetojnë sytë shumë për këtë premë. Po, shumë është e vërtet. Shumë është e vërtet, është e pa imagjinueshme
për që atu e lusë Zotin që i kam ala 2 gjallë, sa të muj me dhonë kontribut për ta, edhe inshallah Zoti me mirojt. Unë besoj edhe shpresoj shumë që ata janë shumë krenar me ty dhe rrugën që ti je sot. Po, besoj që çdo prind është i krenar për fëmijën e vet, edhe besoj që edhe këta janë krenar për mua. Cila ka qenë këshilla që ke mujtë me marë për prindve, to që e mbanë si aksesor të rëndësishëm? Po, këshilla e prinderve u konë për mu, mos premto ato që s'mujsh me realizu, ndihmoj çdo kujt, nëse nuk mujsh me ndihmu, thuj, nuk munde me ndihmu më falë, gjeja rrugën tjetër, edhe mos ja bo dëm në jetë kërkujt. Që kjo është këshilla e babit edhe nonës. A je mundu ti me majtë qëta? Po. Hermetikisht, duke qenë sot në botën e politikës? Po. Unë e munde me thonë me plot përgjithësi që po. 2 milion shqiptar mundeni me thirë një ka një veç e veç, edhe me i thonë, Almiri a ka bo diçka dëm dikujt ose jo. Jam i kulturushëm, vin nga një familje shumë e kulturushme, edhe du me të thënë edhe njëherë që kërkujt dëm si a kam bo njetë, vetëm të mirën që ka komujt e kam bo. E besoj. Kisha dasht me folë për lidhin me gruën tashme bashortën tënde. Qysh nisi edhe pse nisi, sepse ti tashme jedhe edhe dhëndër i Ferizaj, por pas asaj do më thonë ti i martuar me një vajzë shqiptare. Tregom të rrugtem se është goxha e rëndësishme. Shumë është e vërtet. Në shatin tem jam njeri i dytë që e kam nusën shqiptare, po e kam pas një, jo të nusja jam që është tash, po qish ka me dalë unë të familjen e saj. Kur kjo i kalzon, e kam gjetë një djalë nga komuniteti bosnjak, apo kupton? Që aty e kam pas një dilem qish kanë me mpranu, qish kanë me reagu, apo kupton? Unë e du me mos shumë t'in botë. Qish nisi? Tash për të kazoj qish nisi. Herën e parë, në përmes internetit, e pash, nuk e di asun e vetë qish e ka dalë. Edhe pash nusën teme, edhe kom dash unë me u lejmëru i pari. Po ndërkohë qka ka ndodhë, mas një intervistës teme në studio, e ka pa diku intervistën, edhe ka bo në Facebook emrin bi emrin teme, edhe ma ka bo ADD. Edhe po thot, kërkoj falje, mos ju pengoj. Thash jo, nuk pungoni, urnoni qka munde me ju ndihmu. Tha, a munde me më njoftu? Ka dal dales, ja kena nis me u njoftu. Edhe ka arë momenti që unë e mi thënë asaj, unë e kom vendos me jetu me ty, sepse kultura jote, sjelljet e tua, të mirat e tua ndaj meje, kom vendos ty me të marë si gru. E masanej ka arë momenti që ish kena me bo me prinderit e saj, mi kalzu. Ka kalu një period, edhe unë i kam thonë, unë e ma nuk du me prit, unë e du me taku babin tënd, edhe mi kalzu që e kam të vërtetën me ty. Kjo prit edhe pak, ka pas pak emocione, po që ka mu sjell babi saj, po kur i ka kalzu babit vetëm babi e ka prit, a e don ti këtë djalin, a e njoftu, po e du, për mu tha nuk ka kur far problem. Mu ish mi thënë, kur don mu taku me mu. Edhe kjo për mu konë diçka shumë e madhe, edhe masane e kom pas edhe unë e strese, për herë të parë kur takojsh me babgjyshin e nusës, zdi që shka me ragu, po e falendroj publikisht që ka dhënë një kulturë ndaj meje, më ka mirë prit shumë mirë, jo vetëm aj, po edhe nona e nusës, është një qish me thonë, shumë ka mikëprit, mbështetës, edhe më kanë pranu si e dhëndrin. Po. I falenderoj publikisht. Po këtë rast të dy të keni pasë, do me thonë ndrojtje për këtë pjesë. Para gjykime dhe gjykime për shkak që një shqiptarë në këtë rast, nëse këtë që me thonë, më marë komitetit tjetër. Nuk ka pas. Nuk është problem shumë i madhë. Ja, nuk është problem. Nuk ka pas as nga familja jeme, as nga familja e saj. Prinderit tanë kanë thënë, nëse ju pajtokeni, nëse ju keni vendos me bashkjetu, atëherë për neve, ka met vetëm ju thënë urime edhe tjeni të lumtur tanje. A dhe me thonë, bashkërtja ju të ka pa në ekran ty? Po, në ekran, sepse atëherë jam konë une zëvendës minister, jam konë se 4-5 qeveri jam me do pozita, edhe përmes studiove t'juja,
ka ardhë momenti historik për mu edhe momenti më i lumtur mjetë me njoftu grujen teme Reondën. Që kjo lidhje të regam, dhe me thonë, ti atje, kjo në Ferizaj, që ka ndodhë kjo? Lidhja ka ndodhë kështu. Rastësisht, apo i një po? Rastisht ka ndodhë, krejt gjonat ndodhin rastisht. Femrat bukura. Femrat bukura. Edhe shikimin e parë mu ka dokë që unë e munde me këtë me bashketu. Një kohë, 6, 7, 8 muj, 1 vjetë, kena pas kontakte edhe që ka arë momenti t'jemi bashkë. Dhe me thonë, ti ke udhëtu në Ferizaj, kjo është shpesh. Ka shpesh Shpesh ka marë gati 1 vjetë. Anej, knej, Ferizaj Prizren, Ferizaj Prishtin, në herë rrugës. Jesë takunëm bashkë për kafe, para një kohë. Tim të jam të njëjnë Ferizaj, po qysh më në Ferizaj, unë nuk është që gjitha qatë lidhë ti me Ferizajën. Shumë është e vërtet. Kumë po postët, kumë po gjithë shka që do me Unë e kam edhe shpinë Prizren, po edhe nusja jeme ka një banese vetë në Ferizaj. Najherë jemi atje, najherë jemi në Ferizaj, kohë të fundit më shumë Ferizaj. E që shpo duke në Ferizaj, ta shte se o gjithë i ambientu pak? Po, mirë është, shumë është mirë, shumë ka miq, ka mendu që nuk munde me mu adaptu në Ferizaj mu përshtat, po jam përshtat edhe besoj që edhe në Ferizaj, edhe në Prizren munde me jetu, ka njërës të mirë Ferizaj, njërës kulturum, Ferizaj është për mu një ndër më të forta në Kosovë, sepse di për shkak të politikës, ekonominë e fort, bizneset forta, edhe besoj që alaka mu zhvillu. E ke ditë. E kam ditë, shumë është e vërtet, se politika në mëson për gjitha qytete, ekonominë, punësimet, projektet. Në fakt, ju punojnë të dytë, edhe kjo punon, edhe që të razë. Po, kjo punon të baba i vetë, është si kontabiliste, e unë jam me politikë. Duhet më të kësu që është prej familjet shumë të mirë në Ferizaj. Po, është familja Grainca, nga familja Grainca, janë njerëz shumë të kulturum, e përshëndes krejt familja në Grainca, dhe jam i lumtur që jam dhënë drejtinëve. Lidhjen shumë fort e ki shumë me babgjyshin të Po. Jeni edhe dosta. Po. Kur jenë ataku, mas jo takimi i parë, jo takimi i 2, takimi i 3, më kanë thënë me mu, mush me më thënë, a emrin e ka Din. Mush tha me më thënë Din. Jo babgjys tha, ma mirë tha Din. Sepse qështu tha po du. Edhe është shumë i kulturum, e respektoj, edhe e falenderoj publikisht që ka leju qika e ti mu bo me mu. E rëndësishme që ju më kanë të lumtur, edhe se cili prindi dënë ka për fëmijën e vetë. Ç'kjo është gjeja... Qysh do që të bënë fëmija i vetë? Ç'kjo është gjeja më e shtrejtë për mu. Ç'kjo është gjeja më e shtrejtë. Familja, fëmit, edhe besoj që kjo është pasuria më e madhe. Nuk është gjithçka, a ki financa, a s'ki financa. Kur mrenda zemër e ki dikon që mujsh me kallzu edhe të mira, edhe të këshia, ai person që nuk të qirë për mes financave, për mu, kjo është diçka e madhe. Shumë bukur. Edhe kjo është ndër fotografijet më të veçanta me saj. Po, sepse unë një pas pak kujdes mi selektu disa fotografi. Kjo është një fotografi që për mu e lënë përshtypje për tanë jetë. Kjo është qika e nusës, është si qika em, e du më shumë t'in botë. Kjo është Roana, është qika që ka 4 vjetë, edhe është pasuria më e madhe për mu. Dhe me thonë, jo e fiksu që është vajza e gruz. Po. Ok, shumë mirë. Raporti me ta? Raport si poshijet. Si bab edhe qik. Po ajo me ty? Shumë ka marrë për se jam me emocione pak, edhe shumë është e lidhur për mu. Shumë është e lidhur për mu, por edhe me prinderit e nusës. është shumë e lidhur. Jeton me juve, besoj? Po, pak me na, pak me prinderit e nusës, edhe është lumëtoria më e madhe, pasuria më e madhe për neve. Shumë kontribut kena dhënë për këtë qik, edhe besoj derisa të vdesim do të japim kontribut. Shumë mirë, kjo është prej mesazhe më të mira që unë du me një në media. Shumë sakt. Nuk do me thënë martesën unë e qyshe kam kuptu. Një burr, kur të martohet me një femër, nuk mujsh ti me këqyrat femër vetëm si rob i vetë, si sklavër e vetë. Ti mos u marto me atë femër nëse nuk e respekton, nëse nuk i ndjenja, nëse nuk e kimeron për të mira. Edhe për mu, jam i lumtur që sot jam me Reondën, qikën Roanën, e inshallah në të ardhmen
edhe na fëmijë tjetër, pse jo, nëse vazh Zoti. Tash zbulon. Ti po është bab. Po, është e vërtet, janë emocione shumë të maja. Pe marrë shumë sekrete, po në thuhet, nuk po dënë me thonë që ato që është. Nusën e kam, po bëhem bab, edhe pak në emër të Zotit. Qysh përjeton këto tash? Shumë emocione. Se ju e keni vajtën, po, shumë është e vërtet. Janë emocione, për çdo fëmijë janë emocione të ndryshme. Një çik, Zoti ka thonë tash një djalë, ti bashkojmë bashkarisht edhe ta ecim përpara me jetën tonë të lumtur. Shumë mirë. Inshallah vjen me jetë gjatë e të mirë. Amin inshallah. Amin inshallah. Do është me rujt për vete këto, po unë ta nxorra. Faleminderit shumë gati. Flasim për politikën se unë e di që aty plen shpirti më shumë. Tregom për këtë rrugtim të vështirë, edhe pse e don shumë politikën. Tregom për gjitha këto postet e rëndësishme që ti i ke bartë. Postin e pare kom pas me zonjën Emilia Regjepi, ju kon deputeti e Parlamentit të Kosovës. Ti e thekson shpesh për këtë grupe dhe je shumë mirënjohës. Po, ajo më ka dhonë një përkrahje të madhe për me u inkadu në politikë, po. Hapin e pare bona me to, ndërkohë politika si politikë, sot shumë njerëz po i ndrojnë partit, jo për shkak të interesave personale, po për shkak të punës, edhe për shkak të bindjes politike. Masane një mandatin e dytë, kom punu si këshilltar i Kadrive Selit, masa saj kom punu këshilltari Avdullah Hotit, këshilltari Ramush Haradinajt, tash qeverin e fundit me Zotri Kurtin, kryeministër, jam konë zëvendësministër, tash besoj që qeverin e arshme që shpresoj që do të bëhet të martën me 15-in, besoj që numrat janë 61 si pas informatat e mia, besoj që e marrë edhe nëjë pozit tjetër, pozita nuk e këqyri individualisht për mu, por po du me dhonë kontribut për së pari për komunitetin bosnjak dhe të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë. Unë po du me bo një politik borje. Politik borja janë nisë prej neve. Nëse na nuk i ndryshojmë sene, kush ka me ndryshu sene për të mirën e qytetarve. Qa munde me u krenu që në ministri ku jam konë une, Ministria e Zhvedhimit Rajonal, për 4 vite ja kena dal me i punësu 1500 veta. Për mu është kjo diçka shumë kontribus jam në këtë aspekt. Për herën e parë, vitin e parë, kur ja prezentova plen programin tem, që shmendoj une me punu, kryeministri Zotri Albin Kurti më ka thonë për krahje jashtëzakonisht madhe, edhe sot e kësaj dite ja kena dal. E çka të mësoj politika ty? A është ashtu që është duket? Jo, nuk është ashtu që duket, nuk është, se qytetari mendon ti e në politikë dhe mundesh do punë me kry. Nuk mundesh. Unë mundem me kry çka është puna me ligj edhe çka ma lejon, çka kam kompetenca. Nuk mundem une për shembull me në stafin civil me shku me bo... Apo do që nuk kryen edhe jashtë saj? Ti nashta kryhen, po une nuk kam kry asnjëherë. Une jam që aj që meriton, aj të jetë në atë pozit. Po ka edhe pozitat politike, që është normal. Gjdo kush që është në pushtet, i qëtë njerëzit e veta në përborde, në përksisende, është realitet. Unë jam të thonë realitetin, se qish kanë bo LDK-ja, PDK-ja, AK-ja, tash edhe vetë vendosja po bon. Djek, nashta e keni po që kom protesta e rrymës, unë jam kundër ani që jam kon pjesë e qeveris, po qytetar janë të varfër edhe për 10-15 euro. Është shumë për keqardhje, qeveria duhet me ndërmarë masa që të ullet energjia me pagesë më të ullt. A i kera pishmani që ke hinë politikë? Jo kur. Duke bo këtë punë sot? Jo kur, sepse kom tash. Jo ta që nuk është ashtu që është duket? Nuk është, najherë. Njerën duhet edhe nështë me bo kompromise me vete. Shumë është e vërtet, shumë është e vërtet. Shumë njerëzve që nështë atë. Na komunitetin Kosovë jena me gjdo qeveri, ajt kryeministri cili ka numrat, jemi me to. Në këtë rast, Zotri kryeministri Albin Kurti është fitusi zgjedhjeve, edhe ajt duhet me formu qeverin. Nëse nuk mundet me formu ajt qeverin, besoj që vendi ka me shku prap në zgjedhje. Unë jam kundër vendi mos me shku, sepse e kena hup një vit prej shpadhe zgjedhjeve, deri te formimi institucioneve, është shumë e rëndë edhe me financimet,
edhe qytetar po presin, zbën shteti me u këthim mbrapa, shteti duhet me shku për para. Shumë mirë. Kemi edhe disa fotografi të cilat unë i kom përzjedh me kurtin, disa Po, familjarë. kjo është... Thjesht i kom marrë për hir të rrëfimit tënd, mos me ngarkurës edhe shumë. Kjo është që kur ma kalon vendimin si zëvendësministër, edhe jam për herë të parë jam zëvendësministër edhe jam shumë i lumtur, besoj që në të ardhmen do të punoj hala më shumë. Kjo ma ka dhënë një vullnet, ma ka dhënë vullnet që në shumicën e rastëve njerëzve komujt me ndihmu. Edhe besoj që kena me hec për të mirën e të gjithë qytetarëve. Shumë mirë. Pa ki kritika në herë për kryeministrin, a ki edhe pse ke qenë pjesë ti? Po, kritika ekzistojnë gjithmonë, edhe 2-3 herë direkt me kryeministrin, çka kërkojnë qytetarët e mi, bosnjakët e mi, unë e përcjellit e kryeministri. Edhe është realitet në herë që s'mundemi me u pajtu. Po. Që s'mundemi me u pajtu. Për shembull tash, ka disa deputet që kërkojnë komunën e bosnjakëve. Une jam për komunë, po nuk është momenti adekuat për me kërku komunë kur na kemi problem me Sërbin. Serbia i kërkon komunat e veta, asociacionin. Derisa kryhet kjo me Sërbin në Bruxelles, mas kësaj mundemi me kërku një komunë, se nuk është diçka që nuk është e mundshme. E kuptoj. Almir, duke qenë në botën e politikës, në rrethin ku ke qenë dhe je, unë e kam të pamundër për me të pyetje dhe për një rast. Në të kemi pa që ti ke qenë, do me thonë shumë, keni ba politikë bashkë me Duda Baljen. Edhe sot, do me thonë, nuk shifeni asë një post, nuk shiheni asë edhe një takim. Cila është e vërteta e kësaj, se kur nuk e ke folë? Po, kena bashkëpunu bashkarish, kena bashkëpunu, është kjo e kalume. Po, veç unë e gju një përgjigje, unë e kam të drejtën e pyet. Politika e saj... Ju keni bo politikë bashkë? Po, është realitet. Kena bo bashkë politikë, po, deri në momentin, kur kena ullna, kur kena bisedu qish kena me punu, jena pajtu me punu qashtu. Mas një kohë, ajo e ka ndru politikën totalisht. Edhe ato që ka kemi folë, une nuk ka mujt me përbalu. E ka ndru politikën në anën e gabume. Edhe për që ato une jam da. Se e kom pa që nuk mundemi me përparu si komunitet bosnjak me politikën e saj, edhe prej që ati momenti kom thonë, ditële mirë, faleminderit për bashkëpunim, edhe sot e kësaj dite mo... Jo nuk flesi me Duda Baljen? Jo, nuk jam taku as njëherë, nuk jam taku. Në fakt jo nuk... Une jam njëri, nashta i them mirë dita, gjdo kujta, po kupton sepse kultura... Jo, kultura ime është që, ani që sot s'jam me ty, për shembull në politikë, po është mirë gjdo kon me përshëndet, mi thonë bile mirë dita si jeni. Kaq, më shumë, s'po du me... është shumë e kuptueshme, po përderisa ju keni bë politikë bashkë, dhe domethënë keni bë projekte, keni bë shumë çka bashkë, mendoj që është shumë etike me dhënë një përgjigje që nuk e ke dhënë kurrë. Përpos kësaj, unë mendoj që edhe keni qenë edhe dosta. Po, 2-3 vite kur kena bashkëpunu, një me kena pas një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë. Sa kena mujt, kena dhënë kontribut. Po, mas 2-3 vite... Çka ndodhi qaj kliku i thyrjes me se dhe Duda Baljes? Pa une... A ka pas një detaj, diçka që na nuk e dim? Ka pas disa intervista, a me qëllim, a pa qëllim, kur e ka cek se Kosova është me tohi. Për mu kjo u konë diçka shumë e ullta, po kupton. Tash nuk e dija e ka bo me qëllima, e ka bo qysh e ka bo, nuk e dija, a ka bo gabim, po këtu ja ka njës ato me ndarë rrugt, edhe i kena ndarë rrugt. Në fakt, këtë deklarate ka dhonë këtë dit, apo ka dhonë deklarate dhe më herët? Jo, më herët e ka dhonë para besoj që një vjet e gjysë. Sepse unë para pak ditësh, unë e parë që ajo është prej për Kosova me tuhije, cila... Nuk e di ku e ke pa ti, kur e kanë qitë, po kjo u konë para një vjet e gjysë, edhe për çka kësaj politikës unë e dola, po. Unë e dola, nuk kena pas masën e bashkëpunim. Çka mendon atëherë, po du shumë shkurt, çka mendon për të pikërisht për fjallin të cilën e ka thonë, duke ditë që keni bë politikë bashkë? Duhet, nëse nuk e ka bë me qëllim, duhet me kërku falje dhe me kallëzu qytetarëve që nuk e kam bë me qëllim, ose le ta kallëzon të vërtetën. Asaj i dëshiroj të gjithat mire edhe familjes e saj, vërteta në herë dhem, po duhesh me pranu. Ski qare pa e pranu. Kallëzohet të vërtetën edhe jemi okej.
Po, me lidet e tjerë, cilat janë raportet? Duke dalë pej këti. Janë shumë të shkëlqyshme. Okej. Me çdo kryeministër kena pas një gjuhë të përbashkët, ndaj punë shkon më mirë, ndajherë shkon më lehtë, ndajherë më vështirë, ndajherë më lehtë, po besoj që i falenderoj të gjitha kryeministrëve para kësaj që janë konë, Ramushit, Abdullah Hotit, Hashim Thaqit, Kadri Veselit, edhe zotit Albin Kurti, kryeministër në detyrë, që japim përkrahje komunitetit bosnjak, kërkojnë nga ata që kjo përkrahje të jetë hala më e madhe, çdo vit është më e madhe, për herë të parë komuniteti bosnjak e ka një zëvendës kryeministresh. Kur mas luftë deri tash s'ka pas, zonja Emilia Rexhepi, zotri Albin Kurti ja ka dhënë të jetë zëvendës kryeministresh. Edhe i falenderoj publikisht kryeministrit Albin Kurtit. Shumë mirë. Po dalim të një detaj shumë i rëndësishëm i cili shesher edhe ke thonë që mi ka qelë sytë. Sprova e fundit. Po, sprova e fundit para 3 vite u kom për mu diçka shumë e rëndë, po ditën të këthi prej Prishtinë, të vozit, me dorën e majtë, kam vrejt disa pickime në dorën teme të majtë, si gjilpona. 5 minuta pa unalë, prej që aty shkova direkt spital. Edhe i thash doktor, a mush me më nëqizu këtë dorë? Tha hajde për nëqizoj. Kur e ka nëqizu, ka dalë që është, në momentin e parë nuk e kam ditë që është kancer. Momentin e parë. Krejt në fotografi po shihet si top, që është e lidhur për ashtë. I kise dhimbë? Po, une e kam ditë se une jam infermier. Vetëm në qëtë moment kam thënë, të lutem Zot të mos jetë aj që kam e mitë për 1 muj, për 2 muj. Masa nejt detalet e reja, ku shkova incizimet thella, ka dalë që është kancer. Edhe doktori tha urgjent duhesh me bo operacion me hek këtë ashtë. Në momentin kur thaj që është kancer, që shunive, që përjetove? E përjetova rënd, po a di që kam thonë brenda vetës, faleminderit o Zot prej teje është. Çka do që është prej teje, une e pranoj edhe pajtohe me to. Edhe jam konë shumë psiqikisht i fort, shumë jam konë, edhe i lusë të gjithë që kanë probleme shëndetësore, psiqikisht të mos binë. Sepse kur jeti psiqikisht i përgatitur, me u boj forta, po kupton me thonë, e kaloj edhe këtë vështirësi, men që 50% shërohesh me psikën tënde, e 50% Zoti që shka krujt edhe doktorat që shtë operojnë. E luzë Zotin, e falenderoj Zotin, që sot jam këtë gjendje të mirë, me dorën nuk kam probleme shumë të mëdha, po vrehet dallimi kundrohet koha, po e falenderoj Zotit që më ka lënë të jetoj hala në këtë botë. Ti më thënë që mi ka qelë sytë kjo moment, kjo sprovë? Po, kjo sprova mi ka hapë shumë sytë, shumë qytetarët mi janë konë me mu, janë lutur për mu, po e kalova edhe këtë vështirësi, e tash, e mora gjithmonë, kur e dëgjoj është dikush i smur, unë jam i pari jam me to, sepse e di që është kur është njeri i smur. Kur mu më thirë dikush, a mu ish me thirë doktorin spital, e kam diçka urgjent, gjdo punë e leone për shëndetin e qytetarve, jo vetëm komunitetit bosnjak, po në përgjithësi. Shëndeti është në përgjithësi parë, masanej se në tjera. Po tash, je mirë? Mirë jam elhamdurillah Zotit, falë Zotit. Kontrola? Po, gjdo 6 muj kam kontrola, incizime gjdo 6 muj, tash për tash jam mirë, nuk kam në i shej tjetër, në i dhimbje si për para që kam pas, ashti është i ri këtu, është ashti i ri, jam të kalzova pak më herët që jam të vrejt kur ndryshohet koha, kam pak dhimbje, po është normal, edhe doktori ka thënë që kime pas tanë jetën këto sheja. U operohen Prishtinë? Jo, jam operu në Shkup. Në Shkup jam operu, është një doktor italis, edhe është një doktor i Macedonis. është një Roberto Italis, a im ka operu bashkë me një Macedons. A e ka marrë ashtin për Itali, e ka pru në Macedoni. Shumë mirë, e nësishme të te ke kalu këto, është njohon me nëjë që ti gjithdo sfide e kaljan. E kaloj, jam shumë njeri pozitiv, edhe gjithmonë, kur flas me njërës, i kam thënë folni për sendet mira.
për sendet mira kur flasish, vjen e mira. Ajo ti mu mush negativitet me shpreh negativitetin me qytetar, me njerëz, me krejt. Do me thënë, është thirrja ime për qytetar, mendoni pozitiv, bëhuni të lumtur, respektoni njërin tjetrin, respektoni familjen, respektoni shoqnin, edhe jeta do t'jetë shumë më e lumtur. Almer, çka tash e tutje? Pas gjitha këtyne sfidave të mëdha, pas gjitha këtyne pengesave në rrugë, që shpesh herë njerëzit vendosin të menaqit shumë barikada dhe bariera, edhe atëherë kur jemi të mirë, edhe atëherë kur jemi suksesshëm, edhe atëherë kur e flasim të vërtetën, të tjerët mundohen me na zhyt me baltën e tyre. Shumë është e vërtet, nuk janë njerëzit të njëjtë. Ka pas shumë njerëz që kanë dash mu me ma bo personalisht dëm. Pse që ka të kanë bo me ma bo mu dëm? Jo, nuk bën, kjo mentalitet duhet me undrishu, jo vetëm të na, në përgjithësin krejt botë. Nëse unë të shoh që jetë ti pak më i mall, apo kupton, po japish kontribut më shumë, duhet me ngrit, edhe duhet me thonë, Allah i koft, po shkoj të aj edhe une me më kalzu qish mundem edhe une me mri aty, po të na janë shumë i natet, a pse sot të bo Almiri zavens minister, a pse Almiri është kështu, a pse do me thonë, shumica e qytetarëve nuk dojnë me të pa lartë. Krejt po dojnë me të pa ult, edhe me thonë, gjuna, hajde mja pagu një kafe. Almer, për mu thonë të ka qenë kënaqësi shumë e madhe me të pas, unë kisha do shumë më gjatë me folë, por e dini se çdo televizion, çdo emisioni ka rregullat e veta për shkak minutazhit, e cila se t'i kemi tonë me thonë të drejtën. Kështu që për mu ka qenë sonde shumë kënaqësi e madhe me të pas në një rrëfim të tillë, ku keni nda shumë çka, që nuk e keni nda kur dikun tjetër. Kur flasim edhe për bashortën, për familjen, për as edhe një çmim nuk ishe dash me folje, këta jam shumë mirë dhe falenderues. Faleminderit edhe juve si moderator, si gazetar, faleminderit televizionit juj, për mu kon një kënaqësi jashtëzakonisht e madhe dhe besoj që edhe në të ardhmen kena me bashkëpunu, kena me dhënë intervista. Ju jeni një televizion jashtëzakonisht i madh në Kosovë, keni emër, besoj që njerëzit mas juve, mas televizionit juj kanë me u informu për gjënat mira, mësë shumë ti për të mira, se në fakt ka edhe disa televizionet që vetëm negativitet po bojnë në për qytetarve, jo vrasja anej, une jam për me dhonë lajmin, por lajmin nuk duhesh me dhonë në aspektin shumë më të madh. Jepe lajmin e bukur, qytetarve me imet diçka bukur në kry. Jash ma e bukur. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit ty. Atëherë me të dashur, para sa me mbyll, po duhet dhonë diçka me thonë për këtë pjesë. Pavarësisht që na dëmtojnë të tjerët, pavarësisht që sillen jo shumë korrekt, është shumë e rëndësishme me ndjek antrat e tona dhe më konë aty na ku dojmë na. Kështu që sonte edhe Almiri tregoi rrëfimin e tij, i cili ka shumë motivues. Ne takohemi të hënën tjetër.